Mirë se erdhët në serinë e podcast ku po diskutojmë për çështje që kanë të bëjnë me dezinformimin, keqinformimin, por mbi të gjitha edhe ato që është edukimi medial dhe rëndësia që do ta ketë shoqënia, Kosova, po edhe mediat në informim të një teme jashtëzakonisht të rëndësishme në ciklin e podcastave ku po flasim për atë që është integriteti medial. Sot do të flasim për edukimin medial dhe rolin që duhet ta kenë edhe a niveli lokal, shkollat fillore, shkollat e mesme, organizatat e shoqërisë civile e mbi të gjitha edhe institucionet lokale, si drejtoritë e arsimit në nivel të Kosovës, por edhe Ministria e Arsimit. Për të diskutuar për këtë temë, unë kam ftuar dy panelistë jashtëzakonisht të rëndësishëm, e që janë Blerta Aliu Ahmeti nga organizata Iniciativa për fuqizimin e arsimit, mirë se erdhe Blerta, dhe Samir Shahini nga Drejtoria e Arsimit, drejtor i Drejtorisë së Arsimit në Komunën e Prishtinës. Mirë se erdhe Samir. Vjen shumë mirë, Blerta gjithashtu është drejtore në organizatën EEI, apo që ajo ashtu që është Iniciativa për fuqizimin e arsimit. Një temë jashtëzakonisht interesant, Blerta dhe Samir. E di që tash ka ndodhur disa aktivitete që ka të bëjë edhe me iniciativën që jo keni nisur organizat, por edhe Komuna Prishtinës dhe komuna tjera. Në këtë diskutim, pra jo një intervistë klasike, por një bashkëbisedim për rëndësinë e edukimit medial, sidomos që prek fëmijët, nxënësit të shkollave fillore dhe të mesme. Po nisëm prej prej aktivitetit fundit me na tregu pak iniciativën që jeni të bo jo vetëm në Prishtinë, sa i përket edukimit medial dhe pse është i rëndësishëm. Ne si organizatë jo qeveritare kemi punuar edhe më herët pikërisht me temën që sot po e flasim, për edukimin mediatik, për komponentën në arsim është fjala. Para një vit e gjysmë ishim me Western Ballkanin lidhur me një projekt MediaWise që ka qenë projekt rajonal ku kemi trajtu Prishtinën, Maqedoninë e Veriut, Tetovën edhe Peshkopin në Shqipëri, edhe kemi bërë disa pyetësor lidhur me sa dim fëmijët sot edhe sa janë të edukuar për me përdor median digjitale. Tu e marr parasysh që sot fëmijët me orë të tana kanë secili nga një telefon, edhe janë të ekspozuar ndaj mediave digjitale dhe kemi marr rezultate ta them shqetësuese. E mira e krejt kësaj është që së fundmi pas këtij projekti që kemi pas përfundu, kemi filluar me projektin e ri që po mbështetet, po financohet nga Këshilli Nordik i Ministrave në bashkëpunim me ambasadat nordike, ODA nordike. Si implementues jemi organizata jon me partner bashkëpunues me Drejtorinë e Arsimit, Komunën e Prishtinës. Gjithashtu janë edhe dy komuna tjera, është komuna e Prizrenit dhe komuna e Podujevës. E rëndësishme është shumë posaçërisht në Kosovë, pas asaj ankete që kemi marrë dhe rezultatet që sa fëmijët sot minimum në Prishtinë na ka rezultuar që mbrana një dite një fëmijë rën 3 orë në media digjitale, edhe kemi marrë gjithashtu fakte shqetësuese se fëmijët sot përdorin më shumë median digjitale për arktim, për të pa kontente ndoshta edhe që nuk janë fare për mosha që ata i shohin. Kemi marrë raste për dhunë në internet, sfida, lojna të ndryshme, mirë po shumë pak kemi prej rasteve që e kanë përdor median digjitale për të mirat e saj që i ka. Domethënë për të mësuar diçka ose për të mbajtur një trajnim ose të studiuar. Kështu që pikërisht kjo ka qenë nevoja e madhe që ne me fillu prej arsimit, me fillu me gjetë një zbatim kurrikulën arsimore, gjë që t'jam kështu korrekt, prej 2016 është në kurrikulat arsimore, mirë po ende nuk po gjenë zbatim. Nordikët ishin shumë të mirë në këtë aspekt edhe na jemi shumë falënderues që po e përkrojnë këtë projekt për me fillu me ngrit kapacitete. Kur është fjala me ngrit kapacitete, kom fjalën të mësimdhës, për trajnu mësimdhës, që me fillu zbatimin në shkolla. Pra kjo është qëllimi paka shumë? Po, paka shumë kjo është qëllimi. Njëherë si staf lokal të organizatës tonë kemi filluar trajnimet me imbajt me ekspert nga Helsinki, të cilët po na trajnojnë ne, që projekti me pas qëndrueshmërinë e vet, që ne pastaj jemi në gjendje të trajnojmë mësimdhënësit të tjerë. Gjithashtu muajin tjetër do ta kemi me një workshop në Kosovë, ku do të kemi të përzgjedhur dikun 40 mësimdhënës prej këtyre 3 komunave, edhe do të shohim pak a shumë literaturën edhe si
e kanë vendet nordike në këtë rast Helsinki të integruar me edukimin medial. Edhe pastaj normalisht do të kemi edhe aktivitete me nxënës lidhur me Absolutisht, po më shtetet Finland, sidomos Finlanda, Norvegjia, dhe shtetet nordike në përgjithësi, Norvegjia, Finlanda, Suedia, e kanë shumë jashtëzakonisht të avancuar sa i përket çështjet madje edhe në jo vetëm në shkolla fillore, por edhe në parashkollor nis ajo që tash dhe mirë si model në krejt botën dhe një mundësi jashtëzakonisht e mirë si pilot për këto 3 komuna, Prishtinën, Podujevën dhe Prizrenin. Po. Samir, si drejtori i arsimit dhe si dikush që e përcjell në përgjithësi arsimin viteve të fundit, e tham, domethënë edukimi medial jashtëzakonshëm, sidomos në kohën e trendeve globale që apo ndodh, ajo që është sot inteligjenca artificiale, deepfake, qarkullimi shumë i informatave të ndryshme në rrjete sociale, qëndrimi shumë i fëmijëve në këto rrjete sociale, në lojra, por edhe në rrjete sociale si Snapchat, ku rrin fëmijët më shumë, në pastaj në Instagram edhe në mjete të tjera. Komunat dhe drejtorit, po sidomos te Prishtina si kryeqytet që është jashtëzakonisht e rëndësishme, çfarë mund të luaj si rol ndihmës në këtë dhe të ofroj realisht, sepse e di është përmend që të paktën të ketë një edukim për informacionin e sa nga dezinformimi, të përdorer në mënyrën që është përdoret interneti në mënyrë të sigurt për fëmijët, thjesht me fillu me ndërtu mendim kritik. Pra është një informacion i cili mund të jetë i vërtet dhe i pavërtet, po thjesht fëmia me kuptu që a mujmë na si shtet edhe si komuna me fillu mund dhe veç duhet me anis. Dikush veç duhet me anis. Në fakt, kjo ka qenë problem për shumë vite dhe konsideroj që shumë pak është diskutu në raste si kur ky sot. Kjo është ideja. Okay. Shumë mirë që u hap si temë. Ndoshta duhet i vëm edhe një tekst edhe më të fuqishëm kësaj që ne si shoqëri shumë gjëra i dimë në teori. Edhe i diskutojmë edhe i besojmë. Nëse jemi 3 shokë që po pim kafe një pasdite dhe flasim sa e rëndësishme është me pas edukimin medial në shkollat tona, gjithë pajtohem. Po asnjëri prej neve kur quhemi prej asaj kafes nuk ndërmarrim diçka konkrete sikur rasti i organizatës në fjalë. Kjo vlen për shumë çka tjetër, për në përgjithësi medial. Pra është fenomen ose është veçori kulturore, nuk e di, e shoqërisë tonë që na ka lënë pa bë hapin e parë. Se sa rëndësishme është me bë hapin e parë, mundemi me marr X shembuj të shteteve që kanë vendosur me bë hapin e parë. Hapi i parë shumë rast është Muhamet është goxha i Iranit dhe i dhimbshëm. Sepse është ndryshim që kam u prit edhe me sulme, është ndryshim që kam u prit edhe me refuzim, rezistencë, çfarë do lloje edhe hezitim funditës ose mos përfillje. E deri në etiketime, linçime që kjo që ka po bën është e rënë për nxënësit tonë. Për shembull, ne pa dashur me ik prej pyetjes tuaj se kthehemi prapë aty veç një ilustrim të kësaj pse e nisa pikërisht me këtë pjesën nga e thëna në të bërë që ne kemi kozë animal të tërë mes është që për shembull Prishtina kur filloi me mësimin gjedhitor në vitin 2024 është prit me shumë çka, edhe të mira, mirë po është prit edhe me sulme, është prit edhe me etiketime ndryshme, është prit me hezitime dhe skepticizëm që Prishtina nuk është gati. Ose Kosova nuk është gati për mësim gjedhitor. Megjithatë, nëse shohim edhe të edukimin medial, megjithëse ne nuk jemi gati as për edukimin medial, nëse i pyesim këtë grupin e skeptikëve. Gjithmonë ka me pas skeptik. Gjithmonë ka me pas. Po na duhet të bëjmë diçka në këtë drejtim. Duhet të ndërmarrim një hap. Sikur është ndërmarrë një hap i madh në mësim gjedhitor, tash jemi me fat që po i prim, në fakt, është fat edhe është përgjegjësi që po i prim Kosovën si kryeqytet bashkë me partnerët tanë në edukimin medial, një fushë, një temë, siç e thatë edhe ju dhe Blerta e përshkruajti shumë mirë, jashtëzakonisht e rëndësishme e kohës. E rëndësishme e kohës sepse Muhamet ne sa kemi ecë në çastin e teknologjisë, sot 9 nga 10 nxënës kanë telefon minimalisht në xhepat e tyre. Fatkeqësisht shumë prej tyre në shkolla që i marrin jashtëligjshëm sepse ligjërisht nuk lejohet që të kenë telefon në hapësirat shkollore, se përkat teknologjisë duhet mbulohet nga komuna, nga shkolla me pajisje të tjera, jo përmes telefonit realizohet ora mësimore. Kemi çaste të pa kufizuar dhe të pa kontrolluar në përmbajtjet ndryshme në internet të nxënësve tanë, në kohë reale, gjatë gjithë kohës, përfshi edhe kohën sa ata janë në klasa.
Dhe sa ka ndiku kjo në shpërfaqjen e shumë fenomeneve. Dje isha në një diskutim publik për çështjen e dhunës në shkollë, edhe po e tregojmë se sa shumë ndikon realisht edhe teknologjia në dy kënde. Teknologjia ndikon edhe në si them në shpërfaqjen më të madhe të rasteve të dhunës, duke i bërë më agresiv dorën më zamë. agresiv. Agresiv. Edhe duke mundsu konflikte mes trive për shembull që në të kaluarën kur unë edhe ti Muhamet kemi qenë nxënës ka qenë pamushme. Po, Me u vërtet. hap me fjalë me një nxënës prej Vushtrrisë, që prej Prishtinës në Vushtrri ka qenë fizikisht e pamunshme, s'ke pas kontakt me ta. E sot është shumë lehtë e realizueshme se Për ka mos për rritos, TikTok. po. Edhe ajo kalon në konflikt fizik pastaj. Po në anën tjetër benefitet e teknologjisë është që ka ndihmuar edhe në alarmimin e rasteve të caktuara, në ngritjen e tyre, diskutimin ose thellimin e diskutimit publik për fenomene të ndryshme. Pra ka ndihmu teknologjia, rrjetet sociale, besa dhe mediat që meritojnë një falënderim njerëzisht madh me punën që e bëjnë, ka ndihmu në ngritjen e këtyre. E sa i përket drejtorisë të arsimit, për mos me zgjat më u kthy në përgjigjen se besoj kemi me prek edhe tema të tjera. Në përgjigjen e juaj, ne si drejtoria e arsimit kemi shumë çka në dorë për të bërë. E para çka duhet bëjmë është që të punojmë me stafin tonë, sepse stafi jon janë udhërrëfyset për cilën nxënësit veshin jakën në mëngjes dhe shkojnë në shkollë. Ata shkojnë me pa diçka, me mësu diçka prej atyre mësimdhënësve, edhe bashkëmoshatarëve të tyre. Pra janë ata pishtarët në cilë ne shpeshherë i te shohim, nuk i marrim si bazën e gjithë funksionimit të shkollës, po janë mësimdhënësit pika kyçe dhe është shumë e mirëseardhur forma se si realizohet edhe projekte me EI-n që të punohet me mësimdhënësit sepse ata tutje do të bartin ato informata të gjenerat pas gjenerate. Kemi ngarku jashtëzakonisht shumë mësimdhënësit. Folëm për Finlandën, për Suedin. Në një rast unë duke bashkëbisedu me disa eksperta arsimin nga Finlanda, edhe ata ishin shumë të njohur me kurrikulën e Kosovës, edhe po shohin diçka të ngjashme. Një kurrikul e Kosovës si korniza e kurrikulës, po flas për përmbajtjen sepse ata s'kan gjuhë shqipe në kurrikulën e tyre, sigurisht kanë edhe lanë të tjera. Është braktisë nga Finlanda në vitet 90-ta, kjo që kemi ne sot. E pa kush e diskuton. 90-ta, në 2026, domethënë Ende kemi të njëjtën kornizë kurrikulare. Nga ana e Ministrisë së Arsimit as që diskutohet një hap konkret për thjeshtësimin e saj. Ose bota i ka hjek detyrat, ka shumë shtete nëpër botë i kanë hjek detyrat shtëpiake për fëmijë, domethënë sot fëmia pritojmë me bë detyrat. E vërtet. Si kryeqytet, megjithatë kemi marrë disa hapa konkret duke vendosur mos me prit nivelin qendror. Kush do qoftë në qeveri sot ose nesër, nuk kemi kohë me prit. Për shembull kemi vendosur që në disa shkolla të kryeqytetit të pilotojmë mësimin për inteligjencë artificiale. Bashkë me shkollën digjitale kemi qenë ndër 6 qytetet e para në botë që kemi fut inteligjencën artificiale ose të mësuarit përmes inteligjencës artificiale në klasat tona. Kemi infrastrukturën e nevojshme në shumicën e shkollave, kemi teknologji përmes tabelave digjitale, kabineteve të informatikës dhe po ashtu shtrirjes së rrjetit të internetit në shumicën e shkollave. Pra, pse të mos bëjmë një hap të tillë, derisa infrastrukturën e kemi goxha të mirë në shkollat tona. Nëse kemi këtë teknologji gjatë gjithë kohës në klasa dhe nxënësit kanë tabelë digjitale përpara dhe po e shfrytëzojnë për orë mësimore, a duhet të dinë mësimdhënësit se si të ruhen nga dezinformatat që shfaqen aty? Jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Edhe këtu hen pastaj edhe projekti që është një tjetër hap ku Prishtina nuk pret. Edhe kjo është privilegj është edhe përgjegjësi me i pri proceseve të ndryshme të cilat pastaj kopjohen nga komunat e tjera. Të fundit shembull Muhamet edhe po ja liroj edhe Blertës skenën është që e pat në zgjedhjet e fundit lokale që s'pat qytet në Kosovë që nuk e mor një kandidat me premtuar mësimin gjithditor në ardhje potenciale në pushtet. Duke filluar nga Fush Kosova, Peja, po do jeva veç e qiti kur bilen shumë e vërtet. U hap mësimin gjithditor si premtim zgjedhor. Mendoj që është mirë për shkak që kryeqytet unë ishim jashtëzakonisht krenar për ato si kryeqytet. Edhe ky rast tjetër me inteligjencën artificiale, me pjesën e edukimit medial, urojmë që të gjitha këto modelet mira dhe përveç që na bëjnë krenar, unë u ashtri dorën secilit sado që kohë që do të jem në pozitën e drejtorit, që të vinë të morën. Pra, komuna e Prishtinës është e hapur për kur po them e hapur para se me kalu te Blerta, është shpesh një diskutim në shoqëni që kur vjen diçka nga jashtë,
ju po na kallzoni neve qysh me bo. Menoj që kjo du të më të i kalu, sepse nuk ka sot mo profesion i cilin e ke marrë diplom edhe nuk ki nevoj më trajnu mo. Qoftë kjo në gazetari, qoftë kjo në arsem, qoftë kjo nuk ka fush që sot e ke marrë diplomën edhe u kryqat e sot është të ndryshu gjithçka. Domethënë mënyra kur unë e kom nis gazetarin, shpesh e marr vetën shembull, unë isha met pa punë. Pse? Sot Kosova nuk ka gazetë shkrume. Ka pas gazetë shkrume, sot s'ka, kjo pi bjen që unë isha met pa punë. Pra transformimi që ka unë e nisi nga vetja, transformimi ku punu në televizion, tash jam në një medjave më të online. Çka i bjen kjo? Kjo i bjen që na duhet mu transformu edhe me u eduku rrugës. Edhe kjo ka të bëj edhe me fëmijët, edhe me shkollat, edhe me arsimin. Blir tash te kjo so ka interes edhe so ka le të themi gatishmëri për të qenë pjesë, sepse zbatimi në fund varet nga pala tjetër. Edhe ministria, edhe drejtorit, edhe mësimdhënësit. Në përgjithësi mësimdhënësit janë të gatshëm, por a ka vullnet për tyre. Kështu, shumë pyetje e mirë. Unë tregova që jemi tu i mbaj trajnimet, ti o ti, do më thonë trajneri, po i trajnon trajnerët. Në këtë rast, kjo është përgjigja. I kemi disa detyra, do më thonë gjatë kohës së trajnimit, ku është dashur me i taku përso afër me mësimdhënësit, edhe mi mbaj disa intervista me ta. Hiq më larg se këto 2-3 ditë, unë kam taku disa mësimdhënës, edhe kam bisedu ma shumë për rëndësinë e edukimit mediatik në shkolla. Kam pyet ma shumë se sa po e shohin shqetësuese përdorimin e rrjeteve sociale ma shumë këtyne platformave që i përmendet edhe ju, YouTube, Snapchat, TikTok, Instagram, ma shumë janë këto platforma që na kanë dalë edhe në rezultate. Si dhe 2 pyetjet e fundit që i kemi bërë atyre ka qenë çka mendoni që juve ju nevojitet, edhe a mendoni që keni një informata mjaftueshëm që ju mundeni vullnetarisht me majt një digjerat për nxënësit, edhe bashkëpunimi aq i mirë, saqë në farë mënyre ishin së pari falenderues kur ju tregova për projektin, edhe tjetra kërkuan që edhe treguan të vërtetën që janë shumë të mankët drejtim, edhe sikur e propozuan që nëse jo një lëndë obligative të edukimit mediatik, të pak të mbile një lëndë zgjedhore, sepse nevoja është e madhe. Sa i përket kësaj pjesës së ligjerimit... Po friksona se për shkak të, hajde le themi se cilin na kena pas lëndë zgjedhore. Zakonisht lënda zgjedhore duket se diçka nëse dan, nëse s'dan. Po unë mendoj që është shumë e domosdoshme që kjo. Po, ma mirë është me fillu. Do më dhënë, kur të fillon si lanë zgjedhore, të paktën me u bu një hap, se edhe që ato e patëm si... që ka njëse e zbatus në praktikë të rëzamo. Po tash kapacitete s'ka, edhe vetë mësimdhënë si të thanë jo, nuk kemi njohuri, janë iniciuar disa trajnime, do më dhënë për këtë, mirë po kemi nevoj edhe ishin që shme thonë të lumëtën... Pra ka gatishmëri. Po, gatishmëri po, edhe kjo në fakt... Na bëri edhe neve si feedback të mirë, me që po shihet se projekti do ta bëj impaktin e vet, me që nevoja është e madhe, gatishmëria është, edhe investimi mandej është në anën tjetër, kështu që po. Kur po flas për edukimin medial, e përmenda atë pjesa e parë, po duna për shkak të profesionit që vjen nga aspekti gazetares, tash qa po ndodh? Në botë po ndodh ky aspekti, le të themi, inteligjencë artificiale, që e ka rregullu komplet sistemin, kush e shfrytëzon për të mirë, aty s'ka diskutim, po në anën tjetër, ata që duhen me keq përdor, keq informu, janë shumë të avancuar se sa na që jemi tu e luftu dezinformimin. Po ata janë 3 hapa para nesh. Ne e patëm një rast fundit tash në Prishtinë, ajo fantazma e famshme e Prishtinës që doli, hiç ka rëndësi kush e qiti, ç'është doli. Ajo e tregoj një moment që na si shoqëri ram në ndikim. Dhe kjo është ajo mosa kritike. Pra, na kemi këtë mendimin kritik. Kjo ja ka nis tash mu diskutu më shumë. Fake news ka me pas, dezinformim ka me pas. Po qysh na me dallu edhe me pas mendimin kritik. Edhe kjo po na mungon neve si shoqëni, edhe tash po shpresoj që këtu që kjo qëllimi ka me qenë. Sa mire përmendim me të drejtë, Prishtina, për shkak që është krishtet, ka mundësi, edhe mundet me qenë shembull jashtëzakonisht i mirë
edhe për shkak të rrethonave si kryeqytet dhe mundësive. Tash, Prishtina mundet me qenë shembull për komuna tjera pasaj si model kjo me qenë. Mundet kjo mu zbatu në Prishtinë edhe me qenë si pilot projekt, e di ka pas disa iniciativa të cilat komuna e Prishtinës edhe le të themi shkolla specifike në të hapura. Jo të gjitha, nashta, kështu dojnë me qenë pjesë kështu na sepse prishet një farë lloj komoditeti, ju prishet njerëzve komoditeti, s'dojnë me qenë pjesë aktiviteteve. Shumë e saktë dhe pikërisht kjo ka qenë një prej pikave që më ka vrarë kështu kushtimisht, me thonë që shumë shkolla të qendrës kanë qenë fokus target i projekteve, i organizatave të ndryshme. Dhe shkojnë shkolla specifike, vërtet. Specifike, është ma letë me shku në Fajkonicën në Ismail Qemal, se sa me shku në 7 Mars në lagjën Kalabria, ose me shku në Hilmi Rakovic në Vranjevc. Ose shkolla modelu morë për shumë raste njëjtë. Po që nuk është e drejtë. Po, nuk është e drejtë, edhe unë mendoj që duhet më shpëndohet. Diskutuam edhe para kamerave, para fillimit të emisionit, se rëndësishme është të filtrohet materiali që shkon përmes organizatave. Unë duhet me ditë fillimisht si drejtoria e arsimit, jo si sa mirë. Kush është Blerta? Po, cila që ka shumë rëndësi. Kush po e financon projektin e Blertës, cili është qëllimi, sepse kjo është një lloj edukimit që duhet ta kemi të qartë për brenda administratës, fillimisht. Kush hen aty me ligjin ose mundet gjithkosh. Po, e vërtet. Edhe jemi mundu në diçka që nuk është prit bashkëmi në gjitha rastet me centralizu filtrimin. Jo me centralizu vendimin, se mund se kam qëllimin me centralizu vendimin, cili projekt kalon cili jo, sepse aty flasin zyrtarët, analizojnë, flasin drejtorët e shkollës, japin mendime, ka diskutim. Mirë, po duhet të filtrohet në një vend të përbashkët, ka standarde se kush po shkon, me çka po shkon në shkolla ato. Kjo është pika e parë. Edhe kur këtë filtrim e bëjmë, atëherë kemi mundësinë që ta shpërndajmë edhe në shkolla e zona që janë lanë anash në të kaluarën. Sepse natyrshëm Blerta ose X projekti tjetër pa të keqen e Blertës kërkon që t'i japet çase vetëm në këto shkollat e famshme të qendrës. Edhe lën anash sepse është pak pritesë me shku të orën zemër në Dabishec me majtë një ligjërat. Është pak rrugë për mes në nxënës atje. Po interesi drejtorisë është që edhe Dabishecit përfshihet edhe. Po, sepse duke është rëndësishme, nevoja është nxënës të sidomos tash pa të keq, po zonat rurale mund të ne kemi po për shembull Shqipninë TikTok, ju e dini, e kemi diskutuar ato në raste të ndjeshme deri në vrasje. Domethënë, mos po flasim për bullizëm që ndodh me screenshota sot në për grupe Viber e Snapchat, po ajo përfundon po me një video që mund të jetë jo reale, me një video që mund të jetë me inteligjencë artificiale, shpërndohet në grup të klasës shokëve dhe shoqeve dhe çka çon në vetvrasje, çon në vrasje, pro sot do është ose vetë gjendim sikur ato trendet që kemi pas një kohë saktë në TikTok. Në TikTok trendet sfidat. Challenge që të rive. Që shpesh kanë qenë lëndim të nxënësve edhe për brenda hapësirave të shkollave. Edhe shto këtu edhe faktin që ne kemi përmenda këtë fillim kemi mësimin gjithëtor, tashmë në 12 shkolla. Synimi është ta zgjerojmë brenda pak viteve në të gjitha shkollat. Mësimi gjithëtor është mundësia e artë për aktivitete të tilla shtesë të gjejmë hapësirë, të gjejmë hapësirën që na ka munguar në të kaluarën. Para mendoni një shkollë tradicionale deri sot, që ende kemi të tilla edhe në kryeqytet, i ka orët e caktuara të mësimit. Dhe po deshti Blerta ose një projekt ose një iniciativë drejtorisë të implementohet me orë shtesë, është vetëm angazhim shtesë i nxënësve, ose që paraset problem që mos më po ajo veç ashtu si diçka shtesë, po na prish komoditetin ose po na shtohet ekstra punë, mos duhet të jetë pjesë e përmbajtjes bazë, duhet të jetë pjesë. Mësimi gjithëtor ka shtu ka zgjatjen e qëndrimit nxënësve në shkolla, duke mundësuar që këto orë shtesë ne t'i plotësojmë me gjëra që s'kemi pas mundësinë t'i bëjmë përmes kurrikulës bazë të kaluarën, që është edhe edukimi medial. Hajde ta bëjmë këtë edhe inteligjencën artificiale, programimin, sportin, pak më tepër të punojmë ma proaktiv, definitivisht. Nuk kemi dramën asnjë, edukimin artistik të nxënësve sot e kemi diçka shumë panjohur, ose e kemi shumë bazik. Na qytetërisht nxjerrim artistë. Ose kanë njerë ma shumë kena pas na sport kur na kanë na fëmijë se so fëmia sot. Domethënë aden ma shumë kena pas aktivitet sportiv na atëherë se so sot kur aden ka, domethënë pak diskutohet ajo në për shkolla dhe me të drejtë, por e diskutuam interesant koha po na shkon shpejt te kjo pjesa e parë. Folëm për rëndësinë e edukimit medial, folëm për projektin që ka nis për me u zbatu dhe tash po du me dalë te kjo pjesa që ka të bëj çysh ka me shku që ky proces.
çysh ka me shku që ky proces, edhe çka mundemi me mësu nga kjo situatë, të cilën e keni edhe ju në kuadër të projektit, po çka mundemi me përfitu si shoqëni në këto 3 komuna specifike që ju e përmend përveç Prishtinës së Krishtet, Podujeva dhe Prizreni, dhe çysh mujmë këto me forcu në të ardhmen me qenë në nivel të diskutimit si kjo sot, po në shoqëni, sepse këtu është edhe roli medjave, jashtëzakonisht shumë. Unë mendoj që nëse edhe në mediat nuk janë të edukuar për këto tema, ku na kemi obligim me informu në kohë reale për një çështje të cilat janë sensitive, edhe qoftë edhe për një dhunë në një shkollë që ndodh. Për shembull, ka thirrë në të kaluamën, ka njerëz që i kanë pa lajmin me një shkollë dikon X komunë të Kosovës, fëmijët duke u rre, edhe janë të mitër, edhe ajo përfundon në mediat online edhe sociale, gjitha këto. Pra, edhe aty ka shkelje të kodit etik, nuk publikohen fytyrat e fëmijëve të mitër duke u rre, sepse ajo çka ndodh, ata fëmijë tonë jetën mesë në media, fytyrat e tyre, pra edhe këtu ka edukim medial, edhe na kena nevojë për edukim medial, edhe pse është Këshilli i Mediave të Shkruara, edhe pse është KPM-ja për radio dhe televizionet, po në përgjithësi si shoqëni si Kosovë kemi nevojë, po shpresoj që këtu nuk kena mund ndal. Po, është shumë e rëndësishme, projekti ka filluar këto 3 komuna, edhe normalisht që ideja është aspirojmë mu zgjanun krejt Kosovën, sepse është nevoja shumë e madhe, e folëm sot këtu, jeta digitale, e folëm edhe për punën e sportit, është shumë e vërtetë që në shtane kur kemi qenë fëmijë, ka qenë komplet një jetë tjetër, po sot është ka ndryshu të fëmijët tanë, na peshojmë që sot fëmijët janë me telefona, mundohen, si me thonë, me kompenzu edhe qatë sportin, aktivitetet prapë përmes telefonit, gjë që mendoj që në përgjithësi më e rëndësishmja e krejt kësaj është mirëqenia e nxënësve fëmijëve tanë. Kur po thom mirëqenia e fëmijëve nxënësve tanë, është që me i eduku ata edhe me ju tregu që media digitale nuk është për munal, sepse është diçka e jetës tonë, po qysh me përdor, që kjo ka shumë rëndësi. Qysh me qenë këta kritik ndaj informatave që çdo ditë këtyre ju servohet, për mbajtjeve që nuk janë për këta fëmijë, edhe mënyrën se si po ndikon, tashme që po flasim për komponentën e arsimit, qysh fëmijëve po ju ndikon ky qëndrimi i gjatë në media digitale, në përqendrim, në suksesin e tyne. Derisa, për shembull, kemi marrë disa mësimdhënës po tregojnë që çka është shqetësuese kohëve të fundit që kemi edhe prej nxënësve që janë shembullor të mirë, kemi marrë raste kur fëmijët s'kan mujt një farë mënyre me kanë qenë për gjumër gjatë orëve, sepse kanë thënë si shkova në shtëpi 4 orë kam telefon që po qëndroj dhe në 12:30 të natës kam ra me tjetë. Tash sa është ai fëmijë në gjendje me ndëgju, domethënë qoftë 4 orë, 5 orë, 6 orë, edhe këtu me njëherë lind, çush me thonë, pyetja, shëndeti mendor. Që është njëna prej pastaj temave. Edhe çka na duhet më shumë andej, nëse një fëmijë nuk është një mirëqen. Që kjo është shumë e rëndësishme. Ne e kemi fillu projektin me Nordicët, tu e marr parasysh që janë model në botë numër 1 sa i përket edukimit mediatik, sepse kanë prej parashkollorit të integruar në arsim. Mirë shumë që një farë mënyre kanë qenë të gatshëm, kanë mbështet këtë projekt. Mirë po unë mendoj që këtu nuk duhet mundal, edhe s'duhet mundal, duhet me bashkëpunu edhe me institucione, që është shumë rëndësi e madhe, Ministria e Arsimit, Drejtoria e Arsimit Komunës Prishtinës, edhe komunave tjera normalisht do ka krejto, edhe me pa mundësin të pjesa e kurrikulës gjithashtu, me pa mundësi që mu zgjanu sa ma shumë, që një farë mënyre me gjetë zbatim. E vërtet, sa me të kjo pjesa e fundit e përmendëm rolin, edhe ju thatë që Prishtina është gatshme dhe shpesher shtyn iniciativa ose i gra punës pa prit. Po tema si tilla kërkojnë bashkëpunim institucional. Sepse mbi të gjitha ne kemi Ministrinë e Arsimit, pra e përmendëm nuk mundesh ti me shku me një shkollë pa pas leje të drejtorisë përkatëse ose ku ta di, në nivel qendror nëse don me bë diçka, një bashkëpunim sepse është ministria ajo që zbaton, që shtyn përpara, që vendos top prioritet, pra thot, po dojmë 2026-2030 me qenë edukimi medial top tema, mendimi kritik i fëmijëve të Kosovës. A ne mos me dal testin PISA që ashtu që shina kana. Pra është nacionale, është
vizion të Tash e kanë shkruar. rastin, është PSAK-u, plani strategjik i arsimit, Pikërisht. është tash në fazë të skadimit edhe nevojës për më bë tjetri. Dhe unë po mendoj që këtu drejtoria e Prishtinës, si drejtoria e Kryshtetit më e madhe, është e gatshme me qenë edhe me shty përpara këtë temë. Ne kemi nuk kemi prit për mja nis, po jemi të gatshëm me zgjat dorën me ndihmu edhe komunat të tjera me ato iniciativa ku ne kemi kriju një lloj ekspertize, një lloj përvoje. Edhe këtë kemi bërë në disa raste në komuna të caktuara në tema të ndryshme, edhe sa i përket financave të drejtorisë, prokurimit të çka do të qoftë që ne kemi pas një lloj ekspertize, kemi qenë të gatshëm ndihmojmë komuna të tjera. Është e rëndësishme që ministria të merr përsipër një hap që nuk është bërë deri më tashmë vetë, që të vendosim diçka të guximshme në plan strategjik, edhe ta diskutojmë ato. Kur theme guximshme është që diçka që s'është shablon, të dalim nga shabloni ku ne e ndjekim një trend të viteve 90-ta të Finlandës dhe të kalojmë në ato të kohës, sepse derisa jemi këtu edhe jemi të izoluar në këtë mini intervistë jashtë botës, ndoshta veç ka dalë diçka e re. Edhe kaq shpejt. Ose ajo inteligjenca artificiale ka krijuar një model tjetër. Ka krijuar një model tjetër për cilën na sarre të më informuar se Qashtu që shpejt lëvizin trendet. Edhe është e frikshme në një anë, po çaq pa përgatitur jemi ne me këtë strukturë të dokumentacionit që e kemi, të planeve strategjike që e kemi, të ngadalësisë së kërmillit që shpeshherë institucionet publike e kanë. Këtë duhet ta bëjmë guximshëm, të lëvizim nga ky trend i ngadalshëm, sepse natyrshëm në çdo vend botës administrata publike është pak e ngadalshme. Po atë që e bën diferencën janë vendimet e guximshme politike që shtyn përpara pastaj edhe të lëvizet dhe administratën në atë drejtim. Pikërisht me atë që thatë ju, duhet vendoset edukimi medial, duhet vendoset mësimi për inteligjencë artificiale. Çdo ditë më tepër Muhamet, po bëhet më vështirë dallimi i të vërtetës nga e rrejshmja përmes inteligjencës artificiale. Të thotë, po arrim pikun ku ka me qenë e nevojshme me ndërhyj forenzika, ekspertiza, për me bë diferencën se çka është e vërtetë në një video, çka s'është. Kjo foto e fantazmës që e morët si shembull me të drejtë, ke një rast ku një shtet komplet ra prej e një efekti edhe juash profesional të imazhit. Unë e thash, ajo ishte testuese. Më na testuaj, s'ka lidhje kush e ka bëjë me di sa kena mendim kritik. Te fundi, a kena ndoshta nuk kena na këtu më dhon prindërve ligjërata dhe mendime, po rekomandime. Ajo të gjithë të përfshi neve, sa më pak fëmijë milion telefona, kur milion më pak telefona i bjen ma shumisht ata në aktivitete sportive, në aktivitete të cilat janë larg këtyre rrjeteve sociale, në aktivitete ligjëratave e të gjitha këto one, po më thonë ju ndoshta keni diçka tjetër për fund. Jo, shumë mirë, sepse faktor kjo që janë edhe prind këtu, edhe faktor kjo ta them se janë prind. Pa dosh milionarash menoj që kryesor na jemi. Kryesor se në familje fillon gjithçka. Po ne në fakt me këtë projekt nuk kemi diçka, po besoj bashk edhe me institucionet kemi me bo diçka me këshillet e prindërve të shkollave, sepse aty e kemi edhe mundësin. Mirë po, para një vit e gjysëm e kemi bërë me MediaWise, kemi taku prind edhe kemi dhënë rekomandime që ka mundësi për me menaxhu kohën, po nikosisht edhe me pa kontentin ata që e shep miu për mes prindit, dhe më thonë me pas limitun. Ka shumë aplikacione të cilat nështa nuk është një kosto shumë e madhe, vjetore, që mund është me marë edhe një farmyre me pas menaxhin fëmin tonë. Është krejt kjo të ke fundit është e mirë, i shërben posa që është gjatë kohës mësimit, se po e dim që kjo telefoni po është pengesa më e madhe të fëmijët, se derisa po ekspozon shumë në rrjete sociale, mandej normalisht kur përvjen koha testeve këto e peshojmë sa çfarë performancë po japin. Kemi rekomandu disa aplikacione, ka dhe vetë telefonat, Androidi, çka janë këto tjerat, e kanë një farë time limiti që mund është mja kontrolu. Edhe në YouTube, edhe në... Po gjithashtu, edhe pse jo, një farë mënyre, një ligjerat ndërgjithësuese, se të ke fundit na jemi të rritun, jemi kritik ndaj sendeve, muj me dit paka shumë çka është e mirë edhe keqe, edhe me fol me fëmijët ma shumë, me kalu kohë ma shumë me fëmijët edhe me tregu që pra po them, si jemi të dhonë mesazh me ndalë me jetën digjitale, se s'mujna me ndalë. Që kjo është. Po ideja është ta përdorim për të mirë. Në mënyrë më të mirë të mundshme. Për të mirë, sepse ka shumë të mira që mujna me përdor. Kjo është paka shumë edhe qëllimi. Samer?
Uroj që s'ndodh diçka Muhamet nesër edhe Qartë. të na detyroj të ulemi e të bëjmë hapa konkret në edukimin medial të prindërve si shoqëri e këtu uroj që e nisim këtë punë pa ndonjë tragjedi. Sepse shpesh herë ndryshimet e mëdha kanë filluar kur ka ndodhur diçka shumë tragjike në shoqëni dhe qoftë ndonjë fatalitet ose diçka tjetër që për të dy ato uroj mos ndodhen. Mirë po, është koha e fundit që ministria, komunat, mediat, sepse ju duhet të jeni bashkërruptar tonë në këtë iniciativë, organizatat qeveritare, edhe prindërit të ulen bashkë edhe të bëjnë edhe një hap konkret në formën se si do të edukohen prindërit. Pa pas një prind të edukuar mbi qasjen e kontrollin prindëror, mbi qasjen ndaj mediave të fëmijëve të tyre, ka shtuese e pamundshme që ne të bëjmë të vetme këtë në shkolla, ose ministria ta bëjë të vetme në letër, ose organizatat me një projekt të përkohshëm. Kështu që është iniciativë e përbashkët e të gjithë. Samir Shahini, Bleta Aliu Ahmeti, faleminderit shumë për këtë diskutim për një temë jashtëzakonisht të rëndësishme në botë, po shpresoj që na si Kosovë të kemi vëmendjen pak më të madhe, sidomos kur tash inteligjenca artificiale, deepfake, dezinformimi jo klasik, por ky i avancuar që s'mund të dallohet nga e vërteta, është shumë e rëndësishme për neve si shoqëni edhe si Kosovë. Faleminderit shumë për diskutimin. Faleminderit edhe juve. Shikues të nderuar, ishte ky podcast i radhës në serinë e podcastave ku po flasim për dezinformimin, integritetin medial, rëndësinë e organizatave, institucioneve dhe mediave. Shihemi në podcast tjetër të radhës.